kemi solli në vëmendje këto gjëra flesh. Në ndritën e këtyre provave të reja, mund të vazhdosh sigurisht që të konkurosh për kurorën e princeshës së ballës. Kjo është shumë e thjeshtë, sepse kam parë se çfarë lloj personi je, por ti nuk je as pak i tillë. Më pëlqeu dhe mshuria që tregove për motrën tënde te shfaqja e talenteve, sinqeriteti që tregove në asamble, edhe tek festa, u tregove trim, edhe argëtues, edhe ajo që bëre për mua, bërja e raportit të librit gjatë mungesës sime, u tregove shumë i sjellshëm, kështu që kur unë të shikoj, nuk shikoj as pak një dështak. Ti ke të gjitha cilësitë që unë admiroj. A mos e rriti njeri? Faleminderit. Po ja çoj gufit këtë. Ka marrë një të ftohtë të keqe, e dini? Kjo do ta mbaj atë shumë ngrohtë. Ka aromë të mrekullueshme. Edhe unë jam një qenë gjithashtu. Nëse të jesh qenë do të thotë që je zoti Pibadi, që nuk ta kthen asnjëherë shpinën dhe që është gjithmonë aty për të ngritur dhe kur dështon. Edhe që të do pavarësisht sa herë që ti mund ta kesh katranosur. Nëse kjo do të thotë të jesh një qenë, atëherë po. Edhe unë jam një qenë gjithashtu.